Përshëndetje. Ha Mario, ha. Ka me fillu me këto komplet me të bë me vjell. Hipokrizi. si ka mundësi, malla, ide tu ka met për me futi këtë për me i kishte promaja ma male për me pa njëri që i bën viktimin atë vajzën e sjellshme. Hello Dasara. Hajde Dasara. A dhe me fol ti se po m'le me fol mu ta kaloj edhe ty, domethënë. Ta kaloj edhe ty kur flet ba me fol. Për zotë ta kaloj këtë rast ta kaloj domethënë. Kam nejt 20 orë në shtëpi, dhe me ka si gjanë, prap, unë jam justifikume me hinë shtëpi, ku je justifikume dhe më, qa është kjo, a ka fair play ma, pa e Rozana e Gert ato një si janë të nejt, që ja s'kan pa një gjallë, po sakrifikojnë aty, po rajnë e po shajnë me dekna, hinë to si ka e fila, shemulli vajzave, lutem shif aty se ty të ndjekin vajzat e mosh tane dhe ti e referenca, jo më zamër. Fushata feministe me vendosjen e eglit si një simbol për të pri fushatën e radhës feministe është një dështim fantastik. Që, Dasara. Hajde Dasara, se na të fol për gratë të shti. Për gratë, na duhet një për gratë. Një sekund. Dasara mas më le me fol. Më mirë mos flisni, unë ditë them vetëm kaq. Ore, si nuk më erdhi një mesazh. Ore, vetëm një mesazh i vetëm në Instagram, në DM, që të më kundërshtonte ose të thoshte që pse thuk shumë moj vajz, moj. Po ç'është kjo moj vajz, moj? Po më vjen keq moj vajz, moj. Po ajo e shkreta, po të gjithë ta, që edhe ata që i erdhi keq i çik, domethënë, sonte nuk kam, sonte ma kanë mbytur dëmën që kjo, po ore fjalë nuk kanë lënë pa thënë, ore fjalë, dini se të me thënë fjalë nuk kanë lënë pa thënë. Dasara, mund me ta përshkruaj një gjë, në kohë që ajo jep argumente. Te dëmi që po i vjen gjunaf prapë për Eglin, po i vjen gjunaf për dëmin që po i bën vetes. O Dasar, ajo po flite dhe me argumenta preki lot hipokrizi nga ma në gjyrat ma të ndryshme, edhe mund s'fond që më vite ka nga Bleona Qerretit, që kjo ja ka ba familje të saj, lërmëni, a këptoni juve lërmëni të bëja të që... Lërmëni, ju përkas juve, i përkas Gjesin. I ka të shmena, e ka të shmena të shpima, i ka të shmena. Kam njëna sa për që t'i lej, sa pa u klipin aty, ja. Ja, po me gjitha të kryevepra është publiku i gjerë, i cili është gjithmonë i pavendosur, publiku i gjerë i cili mezi priti dilte jashtë, i erdhi keq i doli jashtë, po i vjen keq i po futet prapë mrena, domethënë nuk. Kalamaja, e pat që nuk kishte afishim numrit në fillim një 25 minuta nuk o afishua si numër as i gjë. Përveç asaj. Votim por ndonse. Këtë reagimin, prandaj e bëra këtë reagimin, çfarë thonin njerëzit në Instagramin tim, se është treguesi i madh me thënë, kush janë këta që do votojnë që të futet brenda përveç produksionit që do marrë lekët, domethënë nga votimi. Se unë nuk shoh asnjë alternativë tjetër, asnjë formë, domethënë tjetër për ta futur brenda. Ajo ka qenë izoluar në palas, shumë izoluar një javë me pushime në palas. Ka fotografi. A kanë respektuar. Përpara se të dalin në Francë. Aja kanë lënë banjon ashtu si do donin ta gjenin. Nuk e di tash, këtë nuk e di, për këtë s'flas dot. Kam qenë aty por. Jam i rëndën në këtë të folme live ti të Nuk dua tash që të shkoj aq fail, nuk po shkoj aq fail. Ditem që ka qenë izoluar në palas. E shkreta nuk ishte pas kohë fare të kalon tek doktori, me ngacmon çik hunden, me fry çik mjekrën, me i fry çik do mollza kështu. Po dhe i fije botox balli do ja bëjmë tash që mos na duket mërzitja që kena kalu. Pale. Vazhdo ti të sore, një gjoj, vazhdo ti. E shikon sa po vuan më raftë të pika, vuan dhe ti nga dashuria, Mario. Do vuash dhe ti nga dashuria. I bëj edhe unë i vje veto atë merë një koha se kam do ditë pa i bë.
të lutem, a do dali ma keq Egli se ka qenë, apo do... Unë do doja Joni që të bëja një analizë një çik për ti se ju mua më pëlqeni shumë që jeni në përgjithësi trajtoni gjërat me humor dhe me ironi. Fancat e Me humor më modër, Me humor sotran më ta marsha, por humor më ta marsha, më të çamë bëmë me mbyt Pysim fancat e gjithë. unë si eksperte e çështjeve dashurore, si eksperte e madhe e çështjeve dashurore, më vjen të them vetëm një gjë. Kur një njeri e do aq shumë, të dridhet mjekra dhe pse ke premtuar që s'ke për ta çu kokrën e lotit. Kokrën e lotit s'ke për ta çu. Si kokër plot. Futesh aty brenda dhe thua, unë si flas aty nëse ai s'm flet edhe unë si bëj pra ti jetu tu fut për çfarë? Për t'i prish lojën. Domethënë brenda 5 minutave bisedë në studio kontradiktore. Dhe kontradiktore 5 herë. Unë e dua, po unë s'doja marr Fatmavari, po unë kam hyrë që mos merrem me atë, po unë kam mall për atë, domethënë what the dhe harrova dhe këtë të fundit për veprën e fundit fare. S'ka psikolog që e merr përsipër që të kaloj Egli nga gjendja e ankthit, ke ilaçet e ankthit, ke ty lolhoti që ti bëj derman, domethënë nga gripi. Një ata psikolog të topit i marrin lekot. Lutem ta zorma ta bën reklama këtu, e lutem. Ja, aty lolhote s'ka. Paracetamol me antialergjik po ja thonë. Spaku duhet me shkute me pa rrogat e psikologëve se do i marr kot. Sa bukur, tash i fillo kja i fije. Me kja i fije. Ai kam kopje vetë, tash i ke kopje vetullat me kja i fije me kja. Me Mario, të janë bërë balli gjithë rrudha, s'ke bë botoks, s'ke kalu ke doktori, ke qenë izolum, ti më shumë se Egli këtë janë. Mu me prek kush botoks se edhe po unë jam i bukur vetë me i të rrulla. Me zi i kam bë me i modër, me zi i kam bë këtë rrulla. Dhe në fund fare, për ta mbyllë dhe të flisni ju se du t'ju një gjoj qik, ua që kënaqëm. Tana, ajo shoqja Tanës, ajo thashtë të thema. Ua që kënaqëm. A mendon se ka bë dasar, se ti e shef ma profesionalisht. A mendon se do të ketë bërë një deal me vllajën e madh sa për më një kohë sa me rregull pak i madh. Besoj, nuk pretendoj. Absolutisht, në asnjë mënyrë. Po gjithë ato klipe u futën katmer, se mos i kishte thënë ajo. Që ato janë të kishte thënë ajo më rregulloni imazhin me ato klipe. Në asnjë mënyrë fare. Që me e që dhe në gjysë finale me largu për lezet, apo do pretendojnë për... Që thume, o da thë, pëse ma kanë frikë, Eglin ato? Jo për frikë, Aty në asë për i dhimet Egli, dhe me thënë, ato s'duhet me fuqi me shpëtuat njëri, edhe ato për fuqi si Big Brother, po duke mos hec Big Brother, janë tu e shty me shkelma, se vetëm i gjestë mrena, e fusin Eglin me shty. Ndërkohë Egli thot, ju më shtyni thot, po kam dhe unë do pretendimet e mija, mi qisni qik ato videoklipet aty që nuk dal vetëm unë keq, që del da i keq, shpejto. Big Brother, se nga që e dashuroj shumë. Egli. Nga që e dashuroj shumë, du dal i keq a i gjesti me që e dashuroj shumë. Të mundu. O, zëti ma, o ti u rrish me dashuroj në agnoji. Zor, je bo shumë simpatikë. Jo, mos janë gjilpërat e mija, kur do shkoj Egli i javë për javë që doli me bëj gjilpëras do bëj unë. Po filtrat e Instagramit, ja ti heq filtrat. Ja, ta heq. Filtra? Aha! Pa filtr, ja. Ja me filtr, ja. Ja pa filtr. Ja, bra. Ja, nuk lot gjë. Po sa i mirë ky filtri, na thuj cili është ky filtri që na fshet këto. Tani shtypatin aty dhe shtyp tretin. Nuk du me bo, i shtu du me dek, i shtu, i mirë si t'jam shtu. Nese. Shiko, kjo Egli është smur ma sponsor, o vlezën dhe bota. Është ma smur se çka. Unë do e pi një gotë për hir të dashurisë së sinqertë dhe të pastër që një njeriu që do ta nxjerrë keq njeriu që do, gëzuar. Fix. Mi të da fil gotë të tak. Unë mendoj që Egli është normala. Ju keni gravet, ju e dini se si janë gratë dun me i qitë keq burrat kur i dun. Ja, vallaj, gratë janë të mira boll. S'ke nevoj mu përzihit në të mape. Se budallënjë ju të qani gratë, keni luajtur mend që të qani gratë. Gratë i kena të mira boll. Gratë.
Jo, po seriozisht, domethënë, unë mendoj që një njeri që do, nuk do me të bë dëm. Edhe është gati që të heqë dorë nga e gjithë qenia vet, edhe se në fundit ajo për një gjë duhet këtë qenë ndërgjegjshme kur ka dalë prej aty. Që e ka dëmtuar loj njeriu që do. Atëherë ç'do do akoma? Për ç'a? Ose pse del ti edhe I fut një myll me Instagramit që të të vinë më shumë followers se e di që ke vëmendje në këtë moment nga që po vonë. Histeri për fam. Histeri për fam. Vjen shumë keq, po vjen shumë keq, unë s'du me fol keq për njerëzit që duan, po filloj. Sa pasa çu zonin. Faleminderit. Je e mirë. Edhe se e keni si shpirt nuset. Dhe ti je si shpirt, faleminderit shumë që ju ndërhyve, na zbukurove live. Faleminderit shumë, na zbukurove. Faleminderit. Zjem. Ne pra e mbyllim mendoj, e mbyllim sepse nuk e di, sot janë full, janë full. Nesër speciale për rikthimin e sigurt Eglit në shtëpi. E sigurt që rikthej. Do ta bëjmë me një skem me një gjë, kështu që shifna do të hallim video nesër për pjesë që kanë met. Jam të lexuj I kal komplimentet të tanëve ju dona fort. Kaq. Faleminderit shumë. Të tanëve faleminderit. Nesër sa më net me patë si tu hangër sanduiçet dhe pizzat, kështu që më mirë flem gjum, bani shef. Nesër atë kthjall që unë aty shpik sa bëhet me analizu rikthimin e sigurt të Eglit. Fix. Lule me zjerë, lule zjermi. Zjem, ju duam shumë, na bani subscribe, ju lutem shumë. Subscribe. Kush është në Amerika të fillot një kushikun. Natën e mirë.